Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha nisi nga Shkodra turin e prezantimeve të kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 11 majit. Prezantimi i kandidatëve u bë në mitingun e organizuar në Pallatin e Sportit Qezim Dervishi mes qindra të pranishmëve. Berisha theksoi se ekipi i Shkodrës është më dinjitoz, ndërsa vlerësoi se këto zgjedhje janë historike pasi po zhvillohen në kushte të një narkoshteti. Ne jemi në prag të një fushate elektorale që dëshenohet në historinë tonë, ndoshta fushata më e rëndësishme zgjedhore e 34 viteve të fundit, sepse në këtë fushat ne nuk kemi kundër një parti politike, ne kemi kundër një organizatë të tmerrshme kriminale që ka pushtuar Shqipërinë në 12 vite dhe që quhet rilindje. Ne kemi përballë narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, tashmë të faktuar në dokumenta themelore ndërkombëtare. Prandaj kjo fushat është në fakt një fushat shlirimtare, por mbi të gjitha, kjo fushat është shlirimtare për Shkodrën, sepse po të shohësh sot këtë qytet të bekur, ndjen dhimbje, keqardhje të thellë. Në fjalën e tij, Berisha shpalosi programin elektoral për zgjedhjet e 11 majit, ndërsa vuri theksin tek produktet Made in Albania. Berisha premtoi 5 vite, asnjë taks për diasporën dhe lehtësira të tjera për rikthimin e tyre. Në mbyllje, Berisha nuk kurseu akuzat te kryebashkiaku Benet Beci, ndërsa jo më pak akuzoi edhe kreun e Partisë Socialdemokrate Tom Doshi.